Të bëj. Po kam qef ta kuptoj edhe unë gabimin tim. Do e kuptosh herë ta vonë. Se s'ke bërë asnjë gjë gabim ti. Thjesht. Ashtu. Po mirë, është adrenalin për mu që rase kam gabu dikush ma dëshmoj me argumente, dhe se No, marrë për të keq, se marrë personalisht. S'ke gabu askund, po thjesht janë ngatruar ca Tani, realitete. merremi vesh që mos më marrë vesh asnjëherë si shqiptar që jemi. No. Thoj trash me zemrën, çfarë do demaskimi që më ke bërë, se çfarë do. Po e kena bërë, s'ka nevojë të ri përsëris. Si bëj gjërat për të ri përsëris. Ti, po ti e nish tek ajo pjesa, kështu që bëj, s'është problem astaj. U kry pjesa ri përsëritjes. E shohim, do jemi këtu. Vetëm e di për çfarë do të vjen keq sinqerisht. Që nga nesër, kur t'jam unë, eksperienca im do mbaroj shumë shpejt këtu. Pse e thua këtë? Po e di. Sepse kjo që ke qenë dhe i sot nuk e qenë ti. Normal, unë nuk jam budale t'ju shkaktoj tensione njerëzve. Raport njëri me njëri, po. Ama nuk jam budale t'i shkoj për mrapa dikujt edhe t'i prish. Dhe ti mendon që nga nesër që do vendosësh t'jesh Alba, nuk do kesh shoktimin e gjatë në këtë shtëpi. Për çfarë arsye? Sepse se duan Nuk di të bëj raporte fals, nuk di të bëj aktrime. Edhe kur i shoh që të tjerë drejtohen në mënyrë të skenuar me mu, që unë i kuptoj shumë mirë se i nuhas në ajër, se kam atë aftësi, unë thjesht largohem. Se kështu jam në njëtë reale. Okej, pa e din ku je fut mas pare. Pse dorëzohesh në këtë pikë të lojës? Nuk dorëzohem, po thjesht po parashikoj veten time. Pse vendos me boket veprim për janës tone? Po s'ka gjë, ndoshta ka çishte rrugtimi im këtu. Po pse në këtë pikë të lojës? Sepse si do që t'jetë? Te rasti i Tonit, nuk e di pse jam prek aq shumë thellësisht brenda. Thash Alba stapet. Pra je vetëdijshme çka kish ka këtu tek pjesa e Tonit. Shumë. Je vetëdijshme. Atëherë pse nuk reagove, pasi që më një farë mënyrë ti prap dole ajo që... Po se si flasin opinionistët, unë ja thash opinionistëve Toni ka drejt. Po nëse do doje që ta kishe ndërgjegjen e paste, s'do e vuje as Toni në një pozicion si viktim që doli. Fakti që unë i kërkova falje Toni dhe jo Toni të më kërkoj mua falje, besoj që kam respektuar maksimum. Që ta nxjerr Tonin me vlerën me peshë në këtë situatë. A se kupton? Sa aty opinionistët e sollin situatën që fjala edhe Toni duhet kërkoj falje. Kupton që e ka stërmadhu për diçka që unë s'kam bërë. Po, realisht e vetëdijshme çka ke bërë. E mora gjithat përkrahjet të opinionistëve dhe unë nuk e shfrytëzova situatën që them. Po, unë kam sakt, Toni ka gabim si kërkoj fare falje, si kam bërë herë të tjera. Po prap dole faqebar duke ditë që ti Të lutem mos u merr me pjesën a kam dalë faqe bardha apo jo. Realisht edhe situata me Tonin. Ti dole në atë mënyrë se kështu, gjithë e dinë ku qëndron e vërteta, a kupton? Situata me Tonin mu komplet. Një prej ka të shumë ndaj situatës. Vetëm vjen keq që për 2 javë besoj maksimumi atë s'do jetë më shumë. Është një eksperiencë që vërtet shijohet shumë. Edhe tani jena bë deri diku njëri me tjetrin. Disa. Unë realisht e ndjek ngroftësinë me shumë njerëz nga ju. Raportin afër. Me kënë, për shembull, hajt. Po për shembull pjesa Diti, Labi, Ludo deri diku, Toni, Bia, ti, Klodi. Si të besojnë ty, ku për shembull sa po përmendje Ludën ka deri diku ku gjithë e dim se si qëndron raportit me Ludën, edhe pse ti s'e Si ka më besën ashtu si ja kisha në fillim. Po pa më parasysh, besën s'ja ke, po ndjenjat s'besoj që të zhduken sikur ajo e stiqet. Nuk kam ndjenja për te ndjenjës shoqërore, besoj. S'besoj. Sepse nëse ti do kishe vetëm ndjenjë shoqërore, nuk do reagoje në atë mënyrë për një mashkull që e ndjen si shok. Po për shembull që i jap vëmendje vajzave të tjera dhe jo vetëm ty. Për cilën shok ngel hatri ty që i jap vëmendje? Do ta tregoj pse tani. Shoqeve tjera dhe jo vetëm ty, pasi po thotë që ndjen me çrapët shoqërore. Do ta tregoj tani, sepse këtu Ludo kur e lan fjalën e bashkëpunimit, unë pres që edhe si femër për gjërat për herë të parë shembull prerja e flokëve ose diçka tjetër, të respektohem mirë unë, pastaj femrat e tjera. Ndërsa i zgjodhi njëri të japë peshë femrave të tjera pastaj mua. Kur je dikon me zemër jo shoqni. Ku je nis me këtë ideja? Është thjesht për ide shoqërore.
Sepse kur jam qift, është teksti muhabet po e komplet cekit në tjetër. shoqërore, po prapë po kërkon që edhe në shoqëri Po ta sepse kesh- jam femër, edhe din, me një njeri që bashkëpunoj, që kam partneritet, pres që të m'jape njërë mua vlerat, pastaj të kaloj të tjerët, që femër apo meshkuj. Po nëse ti Unë po tani thotë jam që keni raport femër. shoqëror, dhe ai gjithaj ka shoqet, pse të t'jap ty rëndësi Sepse ose pse ishte të jesh ti fjala e primare? bashkëpunimit. Pa Edhe marrë beso parasysh, që para gjithë ti mishkujve primare mund tjerë, t'jesh dhe xheloze mund t'jesh, jo vetëm për e gjeloze person. për çështje femër Ta mashkull. shpjegon se për ty ka ndjesi. Dhe me një familje fillon një pëlqim dhe pastaj kur fillon duke ju jap vëmendje vajzave tjera, atëherë edhe mund të reagosh se pse. Edhe Po diçka jo kur thotë që tjetër. ki raport shoqëror, Ja do ta sepse ti tregoj automatikisht diçka po më vjen qartë. kontradikt me veten. Ja do ta tregoj diçka më qartë. Alba, Të ta tregoj diçka Alba, më vetëm një qartë? moment. Ha. Kur po dalë, ti mundesh me thonë çka dush, po gjuha e trupit, veprimet e tua, Për ludo. gjuha e trupit, veprimet e tua dhe me fjalë që i thu, janë shumë larg njëra tjetrës. Por gjanat po shihen, Të ta them edhe diçka tjetër, unë që ku kam hyrë këto, fakti që kam dëshmu që jam e lidh me kështu ashtu, edhe unë kam hyrë shumë në energjin mashkullore. Edhe unë e kam nevojshme atë pjesën që t'jem në energji femërore, dhe në momenti kur erdhi ludo që tha bashkëpunim, unë e prisja që atë lloj trajtimi që e bën për herë të parë te femrat e tjera, ta bënte një herë për mua se kam nevojë për një prekje femërore te ana ime. Edhe tani Pak prekje femërore nëse... Unë në energjinë time femërore. Nëse po thu për ludon që nuk gjenë kur gjo ma shumë se shoqëri, dhe që të ta nxjerr një anë shoqërore, të zhdash një mashkull, ka mund t'jem dhe unë. Ai, sepse Ama ti ke qenë me Klodin, me Sa justifikim, ke Elionën. mujt me gjithë persona Po tjerë. ju Pse ma keni bashkë kthy ludon? kurrizin Pse gjithmonë. bashkë ludon? Sepse ishte një pikë e lojës Sepse që ju e kishit automatikisht gjithë tregon kurrizin se ti tënd. ludon nuk e ke pa me sy shoqëror, Alba, dhe ke Ishte gjarë momenti që gjithë. i kishit kurrizin gjithë të kthyer nga unë. Po ja, më zemër se Ma s'është kishte ashtu, ty kurrizin. s'është ashtu, sepse Po, s'kemi është se qenë unë kur tipat, afrohesha- Ja, s'kemi qenë tipat Londra, tu të dhe them një erdhi rast. një sharman Të them një rast. nga A të Hollywoodi, them po një me një rast. mentalitet të lugët të baranit. Të lutem, a do të them një rast? Shembull, deri para se ditë të ludo, kur afrohesha unë shembull te ty të kërcej me ty, ti largoheshe gjithmonë nga unë. Si? Kur vin të ludo? Para se të vinte ludo. Po. Shembull, personazhi që isha bërë unë këtu në shtëpi që me drejtën tuaj, që ti ishit e gërku drejt meje. Edhe kur vija shembull unë që të kërceja me ty ndonjëherë, edhe ti që i ke largoheshe me njëherë, unë edhe pse s'jam Te pjesa e shfaq, kërcimit nuk... edhe pse se kam shfaq, unë jam pikëllumrinë. Amba, te pjesa e Edhe unë nuk e kërcimeve, gjeja. te pjesa e kërcimeve, te Me pjesa të e drejtën festave. tënde se ndjej energji negative nga unë. No, jo, Kupton? sepse unë jo rasisht u gëzova kur dalë që të zgjodhi ty që t'jesh pjesë në time, sepse thash okej, pa më parasysh gjithave do bëj, është a party girl, dhe dëshmove më smish, që pa më parasysh çka kem, kur ka momente që nuk ka të bëj loja, po i just for fun, Po. i lo dhe i natet, edhe kthej me ty edhe me gjithë se cilën, që prapë kjo është justifikimi. Jo për të festa e dolçes. E mora si shembull, Për po në Gab, përgjithësi të Gjesi, deri kërcimet e ndark kështu. është fakt Se sa herë tani. kemi O, kërcuar Ludo, atje, mos- Ludo, prap Ludo, po. Londra. Ka ngel Ludo Jo, në kry. po u lodha shumë se po më Diti mos u akuzoni shumë befaso për kur Ludon. thirr Ludo. Jo, prica me siguri po më përmend. Është realisht ajo që e kam parë, e kam dirë, jam piklu dhe s'ta kam thënë asnjëherë, se s'kam dash. Ja të vjen ky momenti që të justifikosh për këtë gjë se është pak e bua betbosh se ke drejtën tënde. Kur ndjen energji negative. Nisur për këtë temë se është pak dipa, kupton. Dhe pastaj duke bisedu, po tentoj Ama ta vetëm shoh se më vjen keq se atë di që Albën për 2 Urin. javë maksimumi. E di. S'di atë të besoj ajo, po Ja ke për ta parë nga nesër. koha është në Okej. si matse për ta dëshmu këta që po thu. Sweet dreams. Po, ta mundësën jo me pa unë ta këmë.